Partija Demokratike është sot një parti, në gjykimin tim, e depolitizuar. Që do të thotë, nuk është alternativë për të zëvendësuar në një ditë me këtë lloj sjellje dhe substrati që ka qeverinë, është depolitizuar sepse nuk mund të fitojë dot zgjedhjet, edhe duke qenë se nuk fiton dot zgjedhjet, nuk jep dot llogari para elektoratit, pra nuk mban përgjegjësi fare për rezultatin e zgjedhjeve. Por ka të garantuar kontrollin e plotë të opozitës. Këtë pushtet e ka. Është si puna e një makine të prishur që ka zënë trafikun, edhe nuk i lejon makinat e tjera të ecin, pra trafiku i bllokuar. Këtë pushtet ka. Si arritëm këtu, pse jemi këtu, kjo është një analizë shumë e gjatë, shumë e thellë, ndoshta shumë e vlefshme për t'u bërë. Nuk e di a kam unë potencialin për të bërë këtë analizë, po duke qenë se siç tha dhe ju, unë kam qenë brenda asaj partie, kam qenë antar kryesi, antar këshilli kombëtar, kam kandiduar për deputet. Po përtej këtyre impenjimeve, po themi në thonjtë zyrtare, ne kemi qenë aty, ndoshta edhe së bashku, po edhe me 10 të tjerë, pjesë e asaj partie që në themelim, në një mënyrë apo në një tjetër. Edhe kemi një njohje madhe edhe nga përvoja. Ajo parti nuk arriti të dalë dot kurrë nga mendësia e një partie të majtë, të paktën nga mendësia. Ajo funksionoi gjithmonë në mënyrë populiste, me fjalor dhe vokabular dhe sjellje që e shikon çdo mendim ndryshe si një mendim të armikut, që nuk e pranon dot intelektualizmin, që është konspiracioniste. Këto janë tiparet më të këqija që mund të ketë një parti në botë. Pra të jetë konspiracioniste, pra ta shpjegojë realitetin me konspiracion, pra ta shpjegojë realitetin sikur ndaj saj ka një komplot të madh, të organizuar nga fuqi të mëdha botërore, planetare me radhë, të jetë anti-intelektualiste, pra të mbështetet mbi individ dhe struktura që nuk e promovojnë dhe nuk e dëshirojnë intelektualizmin, dhe të flas me një gjuhë që kushdo që pretendon të vërtetën është armik, sepse të vërtetën e zotëron vetëm kjo parti. Edhe nga i moment 2009, ideologjikisht Partia Demokratike është shkatruar plotësisht, të paktën edhe nga çështja e formulimit publik, u shkëput plotësisht me strukturën, partia u korruptuar në mënyrë të parekuperueshme. Kur themi korruptim, nuk po them që vollën tendra se kjo është i mabet që nuk do të hyj, u korruptuar moralisht dhe politikisht. Pra partia me vedi e zgjodhi të bëjë një kompromis vetëm për të qëndruar pushtet. Kompromisi ishte jo politik dhe kompromisi prodhoi qeverisje shumë të keqe të viteve 2009-2013, kompromisi prodhoi edhe 21 janarin, edhe sjelljen e 21 janarit, kompromisi prodhoi edhe largimin e LSI-s 2013. Kjo është proces gradual i kësaj partie. Pra ndoshta që nga viti 2000 ose 2000 ose ndoshta edhe më herët, ndoshta edhe që nga viti 92. Po kam idenë që në 97 kjo gjë u thellua tamam dhe në vitin 2000 më pas partia filloi të kontrollohet siç është sot. Sepse ju duhet të mbijetonte përballë sfidës së madhe që e përballet partia pas 97-s. Por mendoj që u godit në mënyrë të parekuperueshme në vitin 2008-2009. Ne të gjithë në atë kohë ndoshta nuk e pam dot atë që po vinte, nuk donim ta shikonim ndoshta ose nuk mundëm ta shikonim, por ajo parti bëri një kompromis të tmerrshëm për kushtetuën 2008 dhe në 2009 bëri një kompromis edhe më të tmerrshëm për koalicionin qeveritar. Jo pse hyrin në qeveri me ish-kryeministin Meta, por pse e ndau pushtetin në një mënyrë jo politike, madje antipolitike. Që do të thotë, një përqindje e caktuar të funksioneve politike në ministri, në qeveri apo në detyri tjera e mori LSI-ja dhe një pjesë tjetër këtyre funksione e mori PD-ja. Koalicionet qeveritare nuk ndërtohen mbi këtë lloj principesh. Koalicionet qeveritare ndërtohen mbi dakordsi dhe mos dakordsi dhe negociat për pika caktuara programore apo pika caktuara politike që ne do kemi për të qeverisë vendin. Pas humbjes radikale të jashtëzakonshme në vitin 2013, Partia Demokratike bëri një gabim edhe më të rëndë. Edhe më të rëndë, kjo është ndoshta vula e problemeve. Ajo parti
ndryshoj kryetarin, nuk ndryshoj leadershipin, nuk ndryshoj gjuhën, nuk ndryshoj ekipin, nuk ndryshoj narrativën, nuk ndryshoj asgjë. Ajo strukturë që e drejtonte atë parti ruajti pushtetin me synimin e vetëm që një ditë pasi sipas pretendimit të tyre të kalbëzohet pushteti i kryeministrit të sapo ardhur Rama, ne të rivim, ne që ishim e njëjta strukturë, e njëjta gjuhë, i njëjti stil, e njëjta kupol politike, e njëjta elitë politike. Pra u bë një truk, u zëvendësua formalisht kryetari i partisë, por nuk u zëvendësua substancialisht asnjë gjë. Edhe kjo e bllokoi analizën ose introspeksionin, shikimin nga vetja, çfarë jemi ne, pse jemi ne këtu, pse humbëm ne, çfarë duhet bëjmë ne. Nuk u bë kurrë kjo gjë. Pra, gjithë ekipi prej 2.000-3.000 vetësh i elitës partisë, që do thotë ministrat, zëvendësministrat, drejtorët e përgjithshëm, drejtorët e rrethave, drejtorët e arsimit, transporteve, punëve nëpër bashkira, nëpër qytetet e Shqipërisë, kjo është elita, kjo 2.000-shja, mbeti pa ajo që drejtonte partinë. Gjua ishte pa ajo, stili ishte pa ai, pra gjua ishte kushdo që është kundër nesh është armiku jon, stili ishte anti-intelektualizmi, stili ishte konspiracionizmi, edhe kjo u vure edhe në përpjekjet që pati për të kundërshtuar me atë lloj zelli dhe atë lloj zulmi reformën e drejtësi që nga viti 2015. Pra duhet të them që elita e Partisë Demokratike është një elitë e korruptuar moralisht dhe politikisht për shkak se ajo ideologjikisht tradhtoi gjithçka djathtë, si e kurrë djathtë, formalisht në dhënësjelljes që kurrë djathtë ishte komplet bolshevike dhe si pasojë e këtij korrupsioni moral dhe politik, ajo elitë i mbuloi të gjitha problemet brenda partisë me qëllim vetëm që të ruante pushtetin e saj për të rikthyer një ditë pasi të shkatërrohej Partia Socialiste. Ky moment, kjo situatë, kjo qetësi, kjo lloj bunace u shkatërrua kur Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli Sali Berishën non grata. Dhe kur Lulzim Basha nën presionin me sa duket të tmerrshëm amerikan u detyrua ta pezulloj. Në këtë moment gjithë kjo elitë kishte mbuluar gjithçka. Gjithë kjo elitë kishte qenë në paqe me njëra tjetrën. Gjithë kjo elitë që nuk reflektoi kurrë, gjithë kjo elitë që priste të rivinte në pushtet me të njëjtat terma se dikur, shpërthoi luftën midis vetes sepse u prish ajo që e mbante gjallë, pra u prish njeriu që ishte siç duket pika lidhse e gjithçka e brenda partisë. Atëherë nisi lufta, pra edhe lufta vazhdoi e egër, bolshevike, u theksuan të gjitha tiparet që deri më parë ishin qenë jo kaq egërsisht të dukshme. Pra, u theksua anti-intelektualizmi, u theksua konspiracionizmi, u theksua shpjegimi i gjithë botës me pretendimin se të vërtetën supreme e ka vetëm kjo parti dhe askush tjetër. Pra çdo lloj gjëje që deri më parë ishin pak më zbret, u theksuan në të tmerrshme. Partia bëri veprime qesharake, mblodhi njerëz në stadium, e quajti te konvent, shkarkoi njerëz, rregulloi njerëz, futi njerëz, nuk ka rëndësi u bë i luftë me leva, me tulla, u bën veprime që nuk ka ndodhur, me thënë drejtën, as në Burkina Faso, ndoshta edhe as në Laos apo në Kambodgje. Nuk di unë të ketë historia e botës nga ato lloj situatash. Më në fund partia gjeti një lloj qetësie, por e zvogluar, e rrudhur, e kontrolluar plotësisht nga stili i vjetër bolshevik, nga sjellja e vjetër që kushdo që është kundër meja është armiku im, dhe nga stili i vjetër anti-intelektualist dhe nga stili i vjetër konspiracionist. Është një profesor i famshëm amerikan quhet Richard Hofstadter. Ai ka shpjeguar të sjelljes si sjellje paranoidale. Dhe e thotë që sjelljet paranoidale në politikë kanë dy tipare bazë. Tipari i parë është shpjegimi me konspiracion, prandaj meja ka një konspiracion mundësisht planetar. Gjithë fuqitë e botës janë kundër meje, dhe ka një koordinim perfekt gjithë fuqive të botës, pra Anthony Blinken, George Soros, Joe Biden, CIA, KGB-ja, Brazili, Kina, Drama, Delina Fico, çfarë ka njerëz bota, janë bërë bashkë kundër meje, siç e bënte Hitleri, Mussolini, po diun Maduro i bën sot ato gjëra, kudo nëpër botë domethënë flitet për komplote të tilla. Pra, gjithashtu tjetër tipar është anti-intelektualizmi dhe partia i ka këto sjellje sepse i ka si një reagim ndaj shoqërisë e cila nuk e pranon partinë. Pra Richard Hofstadter thotë që gjithë kjo sjellje anti-intelektualiste dhe konspiracioniste, ky stil paranoidal bëhet për shkak sepse shoqëria nuk të pranon. Kur nuk pranon shoqëria, ti reagon në këtë mënyrë ndaj shoqërisë. Pra është një lloj dhune që ti ushtron shoqërisë që on pranon mua
o Bjerevdis, unë këtu jam, unë do ta uzurpoj këtë vend, unë do ta mbaj këtë vend, unë do rri këtu. Ne jemi në një situatë komplet të depolitizuar. Që do të thotë, ti e di që do hysh zgjedhje dhe do t'i humbësh, pra nuk mund të fitosh dot zgjedhjet, kështu që nuk ke si të marrësh përgjegjësi, sepse ti e ke paradhënë rezultatin. Por kjo bën një problem dramatik për vendin, pse? Sepse edhe kryeministri Rama dhe partia tjetër është depolitizuar, sepse edhe ajo nuk mund të humbi dot zgjedhjet. Pra dyja partitë nuk ndryshojnë dot pozicionin e tyre, nuk kanë mundësi të ndryshojnë. Partia Socialiste nuk mund të humbë dot zgjedhjet, Partia Demokratike nuk mund të fitojë dot zgjedhjet. Në këto kushte, Partia Socialiste është e depolitizuar, sepse nuk marr përgjegjësi para elektoratit. S'ka si të marrë përgjegjësi ai. Çfarë përgjegjësi të marrë? Ai ka fituar zgjedhjet. Nuk jep llogari para asgjë Rama. Sali Berisha, Partia Demokratike. Gjithashtu nuk jep llogari para edhe vjetra që nuk jep llogari para asgjë, sepse ditë zgjedhjet do humben. Pra ti nuk je kandidat për të fituar. Edhe ai nuk është kandidat për të humbur. Kështu që kjo situatë është një molepsje 20-30 vjeçare që ka shpërthyer dhe është tash në pikun e vet. Fundorën mendoj që kështu si janë gjërat, edhe kështu besoj do jenë, nuk ka mundësi të ndryshojnë sepse kanë kaluar atë pikën kritike ku mund të ndërheqë diçka. Nuk ka kuptim të flasim më për të punë, le të vazhdoj kështu siç është. Do të kemi parasysh që Shqipëria ka një sistem politik që nuk mund të quhet sistem politik i mbyllur, që nuk e lejon aktorët e ri të kenë kollaj mundësi të dalin edhe të ndryshojnë sjelljen politike të partive të mëdha, se ndikojnë si politikën e madhe. Pse ndodh kjo gjë? Do thosh, si ka mundësi ja dolën pra Llapaj, ku diun, Shabani, pse ndryshon shoqërinë ta apo Sheaj. Shqipëria është i vetmi vend në Europë. Në Europën lindore po në gjithë Europën. Ndoshta edhe në botë po hy tash i rasteve të Afrikës dhe të Azisë, që ka dy parti të mëdha. Nuk ka në Europë një vend që ka dy parti të mëdha që dominojnë jetën. Në Gjermani ka disa parti, në Francë ka disa parti, në Itali disa parti, vetëm në Angli ka dy parti të mëdha, po edhe atje po ndryshon tani, por është çështje e sistemit zgjedhor, sepse ka sistem zgjedhor proporcional, sistem zgjedhor majoritar me një raund dhe dyron sistemit këtë dy parti. Spanja ka shumë parti, Serbia, Maqedonia, Greqia, kudo nuk ka dy parti të mëdha. Greqia ka një, sepse është sistemi zgjedhor majoritar me një raund. Pra, nuk pa hyrë shumë në teoritë e politikës, po sistemi majoritar zgjedhor me një raund, pra thon dy parti dy mirë, sepse nuk mund të fitojë një parti që ka 3% apo është drejt. Pra të eliminon sistemi. Kurse në vende të tjera ku ka sisteme proporcionale s'mund të ketë. Shqipëria është vetëm vend që ka dy parti të mëdha, që nga 91-shi. Edhe për fat keq, vetëm që ka dy parti të mëdha, si askund në Europë. Por ka edhe dy lider që i drejtojnë të parti që nga 98, 95, 92 në thënë, Zoti Berisha ka qenë në 91-shin. Rama ka ardhur 2005, por Rama është në politikë, ndoshta që edhe ai që ka në 91-shin, me një farë mënyrë për tjetër. Por në 98 është fizikisht i fuqishëm. Tani, kjo kohë ka gjatë 3 dekada. Dy parti shumë të mëdha, me dy lider shumë të mëdhenj, që janë alternuar rrugës, çka ka bërë? Ka bërë që këta vetë kontrollojnë plotësisht partinë, në mënyrë kapilare, plotësisht gjithçka, pra kontrollojnë gjuhën, njerëzit, strukturën, vendimin, pikpamjet, mendimin, e me radhë, gjithkujt në parti. Pra, që të hysh në parti, që të kesh rënë në parti, do të konformohesh me gjithë paradigmën që ka partia. Ta duke qenë kaq gjatë pushtetit, duke ndërruar vendet me njëri tjetrin, kanë prodhuar një sistem ku edhe baza ekonomike është e përbashkët. Pra, biznesi klientelistë është i përbashkët. Biznesi A, biznesi B, biznesi C, ata që bëjnë kulla, ata që kanë portet, ata që kanë aeroportet, që marrin tendrat, që marrin rentat, që marrin privilegjet, që bëjnë ku diun gjithçka në Shqipëri, dhe janë përbashkët. Sepse janë produkti i këtij 30 vjeçari të këtyre dy partive të mëdha gjigante që kanë alternuar veten. E para, e dyta, baza mediale, mediat e mëdha, media A, media B, media C, televizioni V, F, L, D, ku diun, gjitha këto janë prapë përbashkët. Janë e të dyjave. Por ka të gjë dhe më të rëndë. Këtu unë kam idenë që edhe krimi i organizuar është përbashkët. Banda X, banda Y, organizata Z janë, sepse janë të kalcifikuar, të solidifikuar për një kohë shumë të gjatë, dhe pra, se thonë është puna një icebergu të madh, i cili pjesën e dukshme ka politikën, ka parti politike. Ka dy parti të mëdha. Këto dyja janë kundërshtarë me njëra tjetrën dhe aleate me njëra tjetrën, sepse baza e poshtë është e përbashkët. Pra, pjesa poshtë e padukshme e icebergut është biznesi, media, krimi dhe faktorë të tjerë social dhe ekonomik të Shqipërisë, janë trupi bashkë dhe ato kontrollojnë dyshën sipër. Kështu që në këtë kuptim është gati e pamundur që partitë e reja dhe shoqëria dhe influencë, sepse këta kanë mediat, këta kanë gjithçka, kanë mbështetje, dhe kur del dikush ta sulmojnë, këta të grejnë, ta të sulën me gjithçka.
Pra hyn në kravatat e njerëzve, hyn në shtëpitë e njerëzve, në shantazhet e njerëzve, të bllokojnë aksesin, bën ligjin zgjedhor si duan këta, lirojnë nga burgu këtë duan këta, hiqin nga burgu. Pra çdo lloj ligji në Shqipëri në një farë mënyre bëhet që të majnë në këmbë dy partitizmin. Edhe mendësia e popullit është formsuar e tillë nga trushplarja e përditshme që bëhet nëpër media dhe nëpër çfarë doni juve prej vitesh, është e tillë që këto dy janë. Ne jemi një vend i vogël, ne nuk jemi një vend si Anglia me 60 milion banor, si Gjermania me 80 milion banor, ose SBA me 300 milion banor, ku kemi shumë universitete, shumë media të mëdha, traditë madhe dhe e gjithë kjo gjë do bëj punën e vet. Jo, ne jemi vend i vogël me 2 milion banor, kupton? Me njerëz që mezi ja dalin, domethënë kanë hallë të vetë përditshme, intelektualët janë ata në presion, atë lloj niveli intelektual që kemi ne, pra sepse punojnë me dikush punon në universitet, dikush punon në med, dikush punon në gazetë, janë të varur nga 700.000 lekë, 800.000 lekë, 500.000 lekë, 1 milion që i punës përditshme për të marrë familjen dhe shumë vështirë që këta intelektual se ka dhe gjë dhe gjithë, pra ky sistemi mbyllur çka ka bërë? Ky ka bërë që dhe media dhe edhe universitet dhe gjithçka tjetër pronë e dy partitizmit. Pra i bie ti nga brenda dy partitizmit nuk sulmon dot dy partitizmin. Jo nuk i quaj intelektual, i quaj un punëtor të gazetës, punëtor të universitetit. Dakor, pyetja është shumë e drejtë. Është shumë e drejtë. Ky është problemi pra, sepse Shqipëria është i vend me këtë lloj kontrolli. Pra këtu gjërat janë bërë keq këtu. Janë bërë keq në momentin e parë. Që kur u saldua, u karcifikua, u solidifikua natyra dypartiake. Pra dy parti shumë të mëdha. Thashë nuk ka vend në Europë që të ketë dy parti të mëdha. Parti me 40% nuk ka. Mund të jetë njëra, apo jo të jenë të dyja dhe alternojnë njëra tjetrën. Ka parti në Europë që të ketë një lidër të opozit të drejton partinë, që të ketë 50 të drejton partinë. Kryeministri Rama ka qenë 2005. 2020 vite kryetari i PS-s. Po Sali Berisha ka qenë vitin 1991. Sot në botë, drejtues politik të niveleve të larta, pra lider të vendeve apo të partive të mëdha, me kohë ka gjatë se Berisha, janë 2-3 që janë më para Berisha. Është Paul Biya i Kamerunit, është Museveni i Eritreas, është i treti. Pra ime në këto, shiko, nga viti 2010 deri sot që flasim ne, Anglia ka nëshuar 4 kryeministra, 5 kryetarë opozite, Italia ka nëshuar 8 kryeministra, 6 kryetarë opozite, Austria ka nëshuar 8 kryeministra, 8 kryetarë opozite, Greqia, gjitha ne. Pra është një situatë jo normale, komplet jo normale. Për shkak të gjërave të bëra keq që fillim. Dhe gjërat janë bërë keq që fillim sepse thash edhe herë u ndërtua ky lloj sistemi politik, Partia Demokratike që ishte përgjegjësinë për që janë ajo promotore e ndryshimit të këtij vendi, sepse u bë partia kryesore e opozitës pas 40 vite komunizëm dhe regjim komunist, u soll, veproi në terma të majt dhe bolshevik, pra rryti atë lloj mënyre sjellje, atë lloj mendësie, atë lloj stili dhe atë lloj gjuhë që kishte partia e vjetër komuniste, pra anti-intelektualizmin, konspiracionizmin, gjuhën anihiluese ndaj kundërshtarit. Shiko, është nonsens, që po i dole kundër thot Jarmik. Pra e vërteta është vetëm ajo që thon ata. Pra nuk ka sot në botë gati, domethënë, nuk di unë, ndoshta as në Korenë e Veriut, atje po xhanën po, që të pretendojë që vërtetën absolute e ke ti. Parimisht, qenë njerëzor është qenë që gabo. Edhe dietarët më të mëdhenj gjatë ditës së njerëzimit, dietarët më të mëdhenj të krishterë, që nga Thomaku Ini, Shon Agostini, dietarët më të mëdhenj musliman që nga Ebu Hanife me radhë. Kur i mbyllin ato punimet e vet, thonin që Zoti e di më mirë. Pra ata mendojnë që mund të jem gabim. Ktu kemi një parti që mendon nuk ka gabim. Po e tha ajo ashtu është. Pra domethënë imagjinoni, çfarë është kjo? Kjo është mendësia e viteve 41, 90, 45, 90 atyre vite. Pra kështu që kjo parti, si po thon, trashëgoi kulturalisht këtë lloj mendësie. Edhe kjo lloj mendësie duke mbetur gjatë aty për shumë vitesh, do vinte një moment që do shpërthente, do prodhonte këtë situatë, se mund të jetë normale që në vitet e para të kështu, sepse nëse dolën nga komunizmi, njerëzit ata ishin, formimi ai ishte, është shumë normale. Unë besoj që është normale, mund të ketë normale edhe deri në vitin 2000, 10 vjet që i parë. 35 vjet vazhdosh kështu? Se shiko, çfarë avantazhi ka demokracia ndaj sistemeve të tjera politike? Ka një avantazh. Demokracia ndaj
monarkisë, apo aristokracisë, apo ku diun forma tjera të qeverisjes, që demokracia i korrigjon problemet. Demokracia nuk është shmak problemet. Demokracia nuk është sistemi më i mirë për të shmak problemet. Përkundër, demokracia përdon probleme. Gjithmonë. Kudo në botë ka probleme demokracia, gjithanë. Do në Angli, do në Spanjë, do në Gjermani, do në Amerikë, kudo. Por ka një gjë. Është më i miri për të korrigjuar. Si korrigjon? Nga zgjedhja dhe nga largimi i njerëzve. Vetëm kjo është. Kaq është problemi. Kaq e thjeshtë është. Do të kuptosh natyrën e një vendi? Shiko, rrin gjatë politikanët apo rrin shkurt politikanët. Në një vend shumë demokratik, të rish gjatë pushtet do të thotë je politikan i mirë. Ama në një vend shumë demokratik, si Suedia, si Norvegjia, si ku diun, Skocia, Gjermania, e Merklit, po, ama të rish gjatë një vend demokratik do thotë je politikan shumë i keq. Pse rri gjatë një vend jo demokratik? Çfarë bën ti? Se vjen a është vendi jo demokratik? Që është keq? Pse rri gjatë? Çfarë bën ti? Pra përdor mekanizmat jo demokratik për të ndër gjatë. Kjo kaq përfundon analiza e politikës shqiptare për mendimin tim. Kjo është postulat në shkenca politike. Arsyeja para që këta janë një grup njerëzish të pamoralshëm edhe pavarësisht që e din të vërtet që thonë juve, thonë ne do ndjekim pikpamjet dhe qëndrimet e liderit të partisë, gjithsesi ne do rrjedhë diçka te ne, pra mund na bëj deputet apo mund na bëj sekretar të partia dhe të marrim në një lek ose mund na japi një lloj mundësie që të bëjmë si politikanë dhe ne në Shqipëri, pra të merrem me gjë. Gjëja e parë, gjëja e dytë është ajo që quhet smundja paliative e një shoqërie, që do të thotë jetojmë në shoqëri ku njerëzit nuk duan, thotë një është teorician i madh gjerman me origjinë koreane. Byung-Chul Han quhet. Thotë shoqëritë e sotme, në përgjithësi njerëzit kudo, duan me çdo kusht të shmangin çdo lloj dhimbje. Nuk duan dhimbje njerëzit sot. Për gjithçka në çdo kuptim. Nuk duhem pa gjë të keqe, nuk duhem dhëm koka me paracetamol, për gjithçka, gjithë me shmangdhimin. Kjo gjë thotë bën shoqëria. Nuk duan që ti prek dikush, ti sulmoj dikush, ti ofendoj dikush, edhe konformohen, bën konformist për shtatin. Bëhen si zvaranikët, aman vetëm mos më shaj, vetëm mos më sulmo, vetëm edhe kjo është pra një lloj smundje paliative që kap politikën, kap njerëzit merren politikë, kap njerëzit që merren me veprimtari publike, ti ke parë, ju keni parë shumë njerëz, ja servil kot, boton dikush një libër, e thotë, ke bërë mirë libër. Ai e di që s'ka bërë mirë libër. Një arsye e parë është politike, pra një pjesë e madhe e elitës Partisë Demokratike ishte në një mënyrë apo një tjetër vinte nga bota intelektuale e Partisë Komuniste dhe nuk është se mendonte që Partia Komuniste ka bërë krime të tmerrshëm shoqërinë dhe nuk është se kishte një kurajo të madhe që të luftonte në vitet 90, 97, 2000 edhe më pas që ndërgjegjja e këtij populli të paqtohej, pra ato krime të dënoheshin, të ndëshkoheshin dhe njerëzit të rehabilitoheshin. Ata njerëz që kanë qenë pjesa më e mirë e këtij vendi, domethënë mendoj që në burgjet e komunizmit, në kampet e internimit, po edhe në ato familjet e kulakëve, ato hallexhit e Shqipërisë, aty ka qenë rezistenca më sublime dhe njerëzit më, po themi, që meritojnë respekt më të thellë, edhe nuk u bë kurrë kjo gjë. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që pra që ishin të lidhur në mënyrë, s'po themi kanë qenë sigurim se s'po hyj këtij muhabeti, por të paktën kanë qenë kulturalisht, vinin nga komunizmi, një pjesë e madhe e elitës parizmatike, pra nuk është se kishin ndonjë mendim, po themi edhe në kuraja të fortë për thonë që ai ishte një parti kriminale që bëri krime dhe këta njerëz që u ndëshkuan ato krime që vujtën këto krime duan rehabilituar dhe ata që bën këto krime duhet të hapin krahun minimumi, pa të mos jenë njerëz me rol në jetën publike të Shqipërisë në këto vitet e reja të demokracisë, pra të mos nuk u bë thonë demokracia ose drejtësia tranzitore. Para e dyta është kjo që thash, jemi një shoqëri që për fat keq nuk duan dhimbje, duan të rrinë rahat shkurt muhabeti. Pra ndoshta mund të vi që nga komunizmi, pra se kjo është ky Byung-Chul Han, i kështu interpreton edhe servilizmin, edhe konformizmin, edhe kompromiset me shmangjen e dhimbjes. Pra unë bëhem servil sepse du të marr gjë, nuk du. Pra po ti je një që përballësh me dhimbjen, lufton, kundërshton, debaton, pranon të ikësh nga puna, pranon të ushqesh dhe edhe në mënyrë thjesht. Pra pranon ku diun, si më thon, shoqëria e sotme është shoqëri që nuk i do këto gjëra, do të rri rahat.
Pra bën kompromise të pamoralshme për ndonjë rahat. Pra është kjo gjë, nuk duhet dhimbje, nuk duhet, nuk e kundërshtoj Berisha, nuk e kundërshtoj Rama, nuk e kundërshtoj, nuk flas kundër atij. Kush rri merret me atë, kush doron atë, më heq, më bën merr i mas, ku diun. Pra, më shan gazetë, më shan atje, më kundërshton. Pra është një shoqëri me këtë lloj natyre. Pra kjo është edhe Partia Demokratike është usmuar nga këto dy lloj fenomenesh. Pra, nga fenomeni i parë, intelektual që vinë nga bota komuniste që nuk kishin në një distancë të thellë morale dhe kuraje me komunizmin, edhe tjetra njerëz që duan, si u thon, të rregullojnë punët e veta, pra si thon, të jenë rahat të shmangin dhimbjen. Kjo është gjë shumë e gjerë. Edhe shkruaj sot, rinia e sotme. Pa hyrë në politik tani. Bën gjën e lehtë, pra do të shmangin dhimbjen me gjithçka. Do thonë bën atë gjën e lehtë, atë gjën e thjeshtë, rrin lokal, nuk lexon, nuk mëson, ku diun, kopjon, pa themi kot tash. Pa gjej mënyra të lehta për të shmangur dhimbjen.